Që është pjesa e parë ndërtimore që bëmë ne. Tashme ka filluar në fazën e dytë fondi shqiptar i zhvillimit, për të cilën po bëhet punë fantastike. E bëm më në fund. Jemi munduar t'i ruajmë disa elementë që ka patur vetë ndërtuar që në vitin 52 nga rusët, dhe jemi munduar t'a ruajmë identitetin, i kemi futur disa elementë modern. Themi se do të shërbej për shumë aktivitete qendër komunitare për Bashkinë e Maliqit. Ka një nisëm nga Akademia e Shkencave për ta futur diçka edhe për arkeologjinë e Maliqit, pasi është shumë e rëndësishme. Në katë tretë kemi shtuar një element të ri që është një teatër kukullash për fëmijë. Kemi rojtur hallin këtu, i cili në kohë më parë bëhej edhe mbrëmje tradicionale në këtë hall, që nga kati i dytë rrinë njerëzit, këtu vallëzohet të vesh edhe studente, edhe për ballon ato. Brenda kemi sallën e shfaqjeve, po dhe kjo me element, ka disa element modern tani në projektim. Po mundohemi të arrijmë projektin në maksimum ajo që është zhvilluar. Ka disa ngerçe të vogla që po diskutojmë me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për efekt të lartësisë, për efekt të disa shtresave, për efekt të akustikës, që themi se do ta zgjidhim përfundimisht. Nga mbrapa është veshur komplet me lesh guri, për akustikën. Si në beton i derdhur, në të dyshë. Janë të derdhura, në atë fond jemi munduar t'i ruajmë, bile edhe pjesa përpara është pastruar me kujdes. Tek hyrja nase do t'i vlente logjika e kinemas Shkodrës. Pasi e pak në kohë, me lyp një gjyrë totalisht gjithçka. Ashtu e ka dhe projekt. Gjithçka një, pa bërë pa zjerë, vetëm një vjetë gjyrë.